Në një vilë luksoze, një foshnjë fillon të tretet në mënyrë misterioze pas ardhjes së gruas së re të pasanikut. E vetmja që vëre diçka të çuditshme është një grua e thjeshtë, e armatosur vetëm me intuitën dhe guximin e saj. Por ajo që zbulon teksa heton qumështin e foshnjës, është aq tronditëse sa që mund t'i kushtoj vetë jetën. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Kapitulli 1: Hijet në vilë. Vila e familjes Gjata kishte qenë gjithmonë ai lloj vendi që i bënte njerëzit të ndalonin në trotuar për ta admiruar. E vendosur në një nga lagjet më luksoze të Tiranës, në zonën e bllokut, prona zinte një blok të tërbanimi, me mure të larta të mbuluara me bim kacavjerëse të krasitura në mënyrë perfekte dhe një portë hekuri të punuar që dukej më shumë si një vepër arti sesa një hyrje e thjeshtë. Ishte e pamundur të kaloje aty pa ndjer atë përzierje admirimi dhe distance që vendet shumë të pasura gjithmonë provokojnë të njerëzit e zakonshëm. Zonja Tefta njihte çdo cep të asaj shtëpie. Çdo pllak mermeri italian të dyshemes, çdo lambadar kristali të importuar, çdo pikturë të shtrenjtë të varur në mure. Ajo kishte ardhur aty më shumë se 30 vjet më parë, kur zoti Edmond ishte ende një biznesmen i ri plot ëndra dhe ambicie, i sapo martuar me Anilën, një grua e ëmbël dhe e thjeshtë që vinte nga një familje tradicionale tiranase. Tefta ishte punësuar si pastruese, por me kalimin e kohës ishte bërë praktikisht pjesë e familjes, duke u kujdesur për shtëpinë me të njëjtin zell me të cilin kujdesej për fëmijët e saj. Zoti Edmond ndërtoi një perandori. Hotele luksoze të shpërndara në të gjithë Shqipërinë, resorte parajsore në jug, bujtina simpatike në malet e Korçës. Gjithçka që ai prekte dukej se shndërrohej në ar. Por atë mëngjes shtatori, ndërsa Tefta ngjiste shkallët e mermerta drejt katit të tretë, nuk pushonte së menduari se si parat nuk mbronin askënd nga dhimbja. Kishin kaluar vetëm 6 muaj që kur Anila ishte ndarë nga jeta. 6 muaj që nga ajo ditë e tmerrshme në spital, kur gjithçka që duhej të ishte gëzim u shndërrua në lamtumir. Shtatzënia kishte qenë e vështirë që në fillim, plot komplikacione që i shqetësonin mjekët. Por Anila këmbëngulte se gjithçka ishte në rregull, se së shpejti do të mbante foshnjën e saj në krah dhe gjithçka do të kishte kuptim. Lindja ishte e gjatë dhe e komplikuar. Kur Mikeli i vogël më në fund lindi, duke qarë me forcë në krahët e infermiereve, dukej se më e keqja kishte kaluar. Por në orët në vijim, trupi i Anilës thjesht nuk reagoi siç duhej. Komplikacionet u grumbulluan njëra pas tjetrës, derisa mjekët nuk mundën të bënin më asgjë. Tefta ende e mbante mend ulërimën që lëshoi zoti Edmond kur mori lajmin. Një tingull që dukej se vinte nga një vend aq i thellë i shpirtit saqë jehoi nëpër të gjithë korridoret e spitalit. Ajo ishte aty, duke mbajtur në krah foshnjën Mikel që flinte i qetë, i pavetëdijshëm për tragjedinë që do të shënonte jetën e tij që nga dita e parë. Djali nuk do ta njihte kurrë nënën e tij. Nuk do ta dinte kurrë për buzëqeshjen e ëmbël të Anilës, për mënyrën se si këndonte me zë të ulët ndërsa rregullonte lulet në kopsht, për mënyrën se si sytë e saj shkëlqenin kur fliste për djalin që priste. Muajt e parë ishin shkatërues. Edmond mezi dilte nga dhoma. Shtëpia, dikur plot jetë dhe lëvizje, u shndërrua në një mauzole të heshtur. Foshnja qante, Tefta dhe punonjësit e tjera kujdeseshin me radhë, por babai mezi e shikonte të birin. Ishte sikur Mikeli të ishte një kujtesë e vazhdueshme e gjithçkaje që ai kishte humbur. Tefta e kuptonte dhimbjen e tij, por zemra i coptohej kur shihte atë fëmijë të rritej pa dashurinë e babait, pa ngrohtësinë e një përqafimi, pa dikë që ta shikonte me atë shkëlqimin e veçantë që vetëm prindërit din ta japin. Ishte në këtë periudhë zje të thellë që u shfaq Elvana. Tefta e mbante mend në mënyrë perfekte ditën kur e pa për herë të parë. Ishte një pasdite marsi, dielli hynte nga dritaret e dhomës së ndenjes duke krijuar ato rreze drite të arta që dukeshin pezull në ajër. Ajo po rregullonte buqetat me lule kur dëgjoi zhurmën e takave të larta në mermerin e hyrjes. U kthye dhe ja ku ishte, e gjatë, elegante, me një fustan që me siguri kushtonte më shumë se sa fitonte Tefta në 6 muaj. Flokët gështenjë të krejura në mënyrë perfekte i binin mbi supe, grimi pa të meta, një buzëqeshje e studiuar në buzët e lyra me të kuqe. Elvana Meta vinte nga bota e modës. Kishte qenë modele në rini dhe tani punonte si këshilltare imazhi për biznesmen dhe personazhe të famshëm.
Ishte në një event bamirësie të organizuar nga miq të përbashkët që ajo njohu Edmondin. Ai ishte i brisht, i humbur, duke kërkuar dëshpërimisht një mënyrë për të mbushur zbrazëtinë që vdekja e Anilës kishte lënë. Dhe Elvana, me gjithë elokuencën dhe sharmin e saj të kalkuluar, diti saktësisht si të prezantohej, si shpëtimi që ai kishte nevojë. Lidhja ishte e shpejtë. Shumë e shpejt, mendonte Tefta ndërsa vëzhgonte gjithçka nga larg. Në më pak se 3 muaj, Elvana praktikisht po jetonte në vil. Në 6 muaj, u njoftua martesa. Një ceremoni diskrete, vetëm për njerëz të afërt, në kapelën e vet pronës. Tefta e ndoqi nga larg, me një shtrëngim në gjoks që nuk arrinte ta shpjegonte. Nuk ishte zili, nuk ishte inat. Ishte një ndjenje e çuditshme, sikur diçka nuk shkonte, sikur një hije të ishte instaluar mbi atë shtëpi. Në fillim, Elvana dukej se i bënte mirë zotit Edmond. Ai filloi të dilte përsëri, të buzëqeshte, të vishej me më shumë kujdes. Shtëpia rifitoi një pjesë të lëvizjes së saj të mëparshme, me darka për klientë të rëndësishëm dhe evente sociale. Por Tefta vuri re diçka që e shqetësonte thellësisht. Elvana e shmangte Mikelin e vogël sikur ai të ishte i padukshëm. Foshnja sapo kishte mbushur 8 muaj. Ishte në atë fazë të adhurueshme kur tashmë ulej vetëm, belbëzonte tinguj që dukeshin se donin të ishin fjalë, shtrinte krahët e vegjël drejt kujtdo që i afrohej. Por kur Elvana kalonte pranë tij, ishte sikur as nuk e shite. Nëse foshnja qante, ajo mbyllte derën e dhomës dhe ngrinte volumin e televizorit. Nëse Tefta e sillte Mikelin në dhomën e ndenjes, Elvana shpikte një justifikim dhe largohej. Në rastet e ralla kur i duhej të ndërvepronte me fëmijën, e bënte me një ftohtësi mekanike, duke e mbajtur sikur të ishte një objekt i brisht dhe i pakëndshëm që duhej kthyer sa më shpejt. Edmondi dukej se nuk e vinte re. Ose ndoshta nuk donte ta vinte re. Ai ishte aq i zhytur në përpjekjen për të rindërtuar jetën e tij, për të kërkuar një kuptim pas tragjedisë, saqë nuk shite se çfarë ndodhte pikërisht nën hundën e tij. Tefta u përpoq të komentonte një herë në mënyrë delikate, por ai vetëm buzëqeshi i lodhur dhe tha se Elvana ende po përshtatej, se jo çdo grua linte me instinkt amësor, se duhej t'i jepnin kohë. Por koha vetëm sa i përkeqësoi gjërat. Ishte Elvana ajo që sugjeroi të punësonin një infermiere personale për t'u kujdesur për Mikelin me kohë të plotë. Argumentoi se foshnja kishte nevojë për kujdes profesional, për dikë me formim të duhur, që dinte si të menaxhonte të gjitha nevojat e një fëmije kaq të vogël. Edmondi, gjithmonë i sigurt në vendimet e gruas së re, pranoi pa pyetur. Dhe kështu Valbona hyri në shtëpi. Valbona prifti ishte rreth të 40-ave, e shkurtër dhe trup mbushur, me një shprehje serioze që rrallëherë hapej në buzëqeshje. Paraqiti një savë pa të meta, diplom në infermieri, specializim në kujdesin pediatrik, referenca nga familje të rëndësishme. Elvana ishte ajo që e kishte rekomanduar, tha se e njihte përmes një mikeshe që gjithashtu punonte në botën e modës. Tefta, që në momentin e parë ndjeu diçka të çuditshme te ajo grua. Ishte e vështirë të shpjegojë saktësisht se çfarë e shqetësonte. Valbona ishte e sjellshme, efikase, gjithmonë e veshur me uniformën e saj të bardhë pa të meta. Por kishte diçka në sytë e saj, në mënyrën se si e shikonte foshnjën, që i jepte Teftës një të dridhur në shpinë. Dhe akoma më keq ishte mënyra se si ajo dhe Elvana bisedonin, gjithmonë me zë të ulët, gjithmonë duke ndërprer kur dikush afrohej, duke shkëmbyer shikime që dukeshin se mbanin sekrete. Javët e para me Valbonën dukeshin normale. Mikeli ndiqte rutinën e tij, ushqehej në oraret e duhura, flinte mirë, luante me lodrat e tij me ngjyra. Por pastaj, në mënyrë delikate, gjërat filluan të ndryshonin. Tefta ishte e para që e vuri re. Ajo kishte rritur 4 fëmijë të saj, kishte ndihmuar në kujdesin e më shumë se 12 nipërish e mbesash. I njihte foshnjat, e dinte kur diçka nuk shkonte. Dhe me Mikelin, padyshim diçka nuk shkonte. Djali filloi të bëhej më i qetë. Më parë ishte i gëzuar, i zhurmshëm, gjithmonë duke belbëzuar dhe duke tërhequr vëmendjen. Tani kalonte orë të tëra në heshtje, me një shikim të largët, sikur të ishte në një botë tjetër. Kur Valbona e ushqente, ai qante dhe përpëlitej, duke kthyer fytyrën anash, duke refuzuar biberonin me një këmbëngulje që nuk ishte normale. Infermierja e detyronte, ndonjëherë në mënyrë të vrazhd, duke thënë se fëmia ishte i llastuar dhe duhej të mësonte të hante siç duhet. Por ajo që e alarmoi më shumë Teftën ishte kur vuri re se Mikeli po humbiste peshë.
Pak nga pak, por në mënyrë të dukshme. Faqet e rumbullakta filluan të holloheshin, krahët u bën më të hollë, rrobat që më parë rinin ngushtë tani ishin të gjera. Ajo ja përmendi Valbonës, e cila u përgjigj me nervozizëm duke thënë se ishte normale që foshnjat të kishin ndryshime në peshë, se ajo ishte profesionistja aty dhe e dinte se çfarë po bënte. Një natë, Tefta nuk arriti të flinte. Qëndroi shtrirë në dhomën e saj të vogël në aneksin e shtëpisë, duke parë tavanin, duke menduar. Diçka nuk shkonte. Shumë keq. Dhe ajo duhej të zbulonte se çfarë. Të nesërmen në mëngjes vendosi të vëzhgonte më nga afër. Qëndroi pranë gjatë orarit të ushqimit, duke u shtirur se ishte e zënë me punët e shtëpisë. Pa kur Valbona përgatiti biberonin në kuzhinë, duke matur pluhurin e formulës me një lugë që dukej shumë e vogël, duke e mbushur biberonin me shumë ujë. Pa kur infermierja e tundi enën me nxitim, pa u kujdesur nëse ishte përzier mirë. Dhe pa kur Mikeli, kur u ushqye, qau aq shumë sa I merrej fryma, duke kthyer fytyrën e vogël anash, duke refuzuar atë lëng që dukej se nuk kishte shije. Po atë ditë, pas dite, Edmondi erdhi më herët nga zyra. Ai kishte filluar ta bënte këtë më shpesh, duke u përpjekur të ishte më I pranishëm në jetën e të birit. Mori Mikelin në krah, u ul në koltukun e dhomës së ndenjes dhe I kërkoi Teftës të përgatiste një biberon. Ajo e përgatiti saktësisht siç bënte gjithmonë, duke ndjekur udhëzimet në kutinë e formulës, duke matur sakt, duke e ngrohur në temperaturën ideale. Dhe atëherë ndodhi diçka që bëri zemrën e Teftës gati të ndalonte. Mikeli e piu të gjithë. Pa u ankuar, pa qarë, pa kthyer fytyrën. Qëndroi I qetë në prerin e babait, duke thithur biberonin me oreks, sytë e vegjël duke filluar të shkëlqenin përsëri me atë gjallëri që ishte zhdukur. Edmondi buzëqeshi, një buzëqeshje e sinqertë që Tefta nuk e kishte parë prej muajsh, dhe tha me zë të ulët, "E sheh, biri im? Babi është këtu. Gjithçka do të shkojë mirë." Por Tefta e dinte se nuk ishte gjithçka mirë. Asgjë nuk ishte mirë. Atë natë, pasi të gjithë kishin fjetur, ajo zbriti në kuzhinë. Duhej të ishte e sigurt. Duhej të konfirmonte dyshimet e saj para se të bënte ndonjë akuzë. Me duar që I dridheshin, përgatiti 2 biberon. Njërin saktësisht siç bënte Valbona, me masat që kishte vëzhguar gjatë ditës. Tjetrin në mënyrën e duhur, duke ndjekur udhëzimet e paketimit. Dallimi ishte I dukshëm. Biberoni I Valbonës kishte një ngjyrë më të çelët, më të ujshme. Aroma ishte e dobët, pothuajse inekzistente. Tefta lagu gishtin dhe e provoi, shija ishte si ujë me një gjurmë të lehtë qumështi. Tjetri, I përgatitur siç duhet, kishte konsistencë, aromë të fortë qumështi, shije ushqyese. Çdo kush mund ta shihte ndryshimin. Si nuk e kishte vënë re askush më parë. Ose ndoshta dikush e kishte vënë re dhe thjesht nuk I interesonte. Zemra e Teftës u përshpejtua. Ajo ruajti pak nga ajo formulë e holluar në një shishe të vogël të pastër, duke e fshehur në fund të çantës së saj. Kishte nevojë për prova. Kishte nevojë për diçka konkrete para se të përballej me çdo qoftë. Por një gjë e dinte me siguri, kjo nuk ishte neglizhencë. Ishte e qëllimshme. Po bëhej në mënyrë të paramenduar dhe të kalkuluar. Por pse? Pse dikush do t'ja bënte këtë një foshnje të pambrojtur? Çfarë lloj përbindësie ishte kjo? Të nesërmen në mëngjes, Tefta u zgjua e vendosur. Kishte një djalë, Besnikun, I cili punonte si teknik laboratori në një spital privat në jug të qytetit. Ishte një djalë serioz, studiues, I cili kishte arritur të diplomohej duke ndjekur fakultetin natën ndërsa punonte gjatë ditës. Ajo gjithmonë ishte krenare për të, për mënyrën se si kishte ecur përpara në jetë pavarësisht vështirësive. Mori autobusin deri në spital duke mbajtur shishen e fshehur në çantë. E takoi Besnikun gjatë pushimit të tij të drekës në një lokal aty pranë. Ai u çudit nga vizita e papritur e së-ëmës, por u shqetësua akoma më shumë kur ajo I tregoi gjithçka, sjelljen e çuditshme të Elvanës dhe Valbonës, humbjen e peshës së foshnjës, ndryshimin në biberon. "Mami, kjo është shumë serioze. Nëse ke të drejtë, po flasim për diçka shumë të rëndë," tha Besniku, duke parë shishen sikur të ishte një bombë gati për të shpërthyer. "E di, bir. Prandaj kam nevojë për prova. Duhet të di saktësisht se çfarë po I hedh ajo grua në ushqimin e atij fëmije." Besniku pranoi të bënte analiza diskrete në laborator.
tha se do të duheshin disa ditë, por se do të arrinte të merrte rezultate të detajuara. Tefta u kthye në vil me zemër të rënduar, por me një shkëndijë shprese. Së shpejti do të mësonte të vërtetën. Dhe kur ta mësonte, do të bënte atë që duhej për të mbrojtur atë foshnjë. Ditët në vijim ishin një torturë. Tefta vëzhgonte gjithçka me vëmendje të dyfish, duke shënuar në mendje çdo detaj, çdo bisedë të përshpëritur mes Elvanës dhe Valbonës, çdo herë që infermierja përgatiste ushqimin e Mikelit. Ajo filloi të vinte re një model, sa herë që Edmondi ishte në shtëpi, Valbona i kërkonte Teftës ose një punonjëse tjetër të përgatiste biberonin. Por kur ai dilte për në punë, ishte ajo vetë që e bënte, gjithmonë me ato masa të gabuara, gjithmonë me nxitim, gjithmonë me atë shprehje të ftohtë në fytyrë. Dhe Elvana ishte gjithmonë aty pranë, duke mbikëqyrur, sikur të donte të sigurohej që gjithçka po bëhej saktësisht siç ishte planifikuar. Një pasdite, Tefta kaloi pranë dhomës së Mikelit dhe dëgjoi zëra. Ndaloi jashtë derës gjysmë të hapur, zemra i rrite fort. Ishte Elvana dhe Valbona që bisedonin me zë të ulët, por jo aq të ulët. Ai po pyet pse djali është kaq i dobët, thoshte Valbona me një ton shqetësimi. Thuaj se është faza e rritjes. Se është normale. A nuk e kanë konfirmuar tashmë mjekët se nuk ka asgjë të keqe në analiza, u përgjigj Elvana, e paduruar. Po, por ajo shërbëtorja plak i mban syt hapur për gjithçka. Ajo më bezdis. Tefta? Mos u shqetëso për të. Është thjesht një shërbëtore. Kush do t'i besoj fjalës së saj kundërtonës? Elvana qeshi me zë të ulët, një tingull që nuk kishte asgjë të gëzueshme. Vetëm edhe disa javë, Valbona. Vetëm edhe pak dhe gjithçka do të zgjidhet. Foshnja do të dobësohet mjaftueshëm, çdo gjë e vogël do të duket e natyrshme, dhe atëherë. Fjalia mbeti pezull në ajër, por Teftës nuk i duhej të dëgjonte pjesën tjetër për të kuptuar. Këmbët gati sa nuk ju pren. Ju desh të mbahej pas murit për të mos rënë. Ishte më keq se sa e kishte imagjinuar. Shumë më keq. Nuk ishte vetëm neglizhencë. Ishte një plan. Një plan i ftohtë dhe i kalkuluar për të dëmtuar atë foshnjë. Për çfarë? Për të trashëguar pasurinë e Edmondit? Për të çliruar nga lidhja e vetme që ai kishte ende me Anilën? Tefta u largua nga dera në heshtje, zemra i rrite aq fort sa dukej se donte t'i dilte nga gjoksi. Kishte nevojë për rezultatet e laboratorit. Kishte nevojë për prova konkrete. Por mbi të gjitha duhej të vepronte shpejt, sepse tani e dinte që koha po mbaronte për Mikelin e vogël. Atë natë, shtrirë në shtrat, Tefta u lut siç nuk ishte lutur prej vitesh. U lut për forcë, për guxim, për mbrojtje. U lut që djali i saj të merrte rezultatet në kohë. U lut që Edmondi t'i besonte kur t'i tregonte gjithçka. Dhe u lut veçanërisht për Mikelin, atë foshnjë të pafajshme që kishte lindur në mes të tragjedisë dhe tani kishte jetën e tij të kërcënuar nga njerëz që duhej ta mbronin. Vila e familjes Gjata, që gjithmonë kishte qenë një simbol i pushtetit dhe suksesit, tani ruante një sekret të errët mes mureve të saj të mermerta dhe llampadarëve të kristal. Dhe Tefta, një shërbëtore e thjeshtë që i kishte kushtuar 30 vjet të jetës së saj asaj familjeje, e gjeti veten në qendër të një betejë që sapo kishte filluar. Ajo nuk e dinte ende, por në ditët në vijim jeta e saj do të ndryshonte plotësisht. Do të zbulonte deri ku shkon ligësia njerëzore kur paratë dhe pushteti janë në lojë. Por gjithashtu do të zbulonte se guximi nuk vjen nga gjeste të mëdha, dhe se ndonjëherë njerëzit më të pamundur janë ata që bëjnë ndryshimin midis jetës dhe tragjedisë. Ndërsa nata binte mbi Tiranën, me dritat e saj të pafundme dhe zhurmën e saj të vazhdueshme, brenda vilës në blok gjithçka ishte e heshtur. Por ishte ajo lloj heshtjeje që i paraprin stuhis. Ajo lloj heshtjeje që ruan sekrete të rrezikshme. Dhe Tefta, shtrirë në dhomën e saj të thjeshtë, e dinte se stuhia ishte gati të fillonte. Kapitulli 2, e vërteta e zbuluar. 3 ditët në vijim ishin më të gjatat në jetën e Teftës. Çdo minutë dukej se zvarritej si një përjetësi ndërsa ajo priste telefonatën e besnikut me rezultatet e laboratorit. Vazhdonte rutinën e saj normale në vilë, duke pastruar, organizuar, përgatitur ushqime, por sytë dhe veshët e saj ishin gjithmonë vigjilent, gjithmonë duke vëzhguar çdo lëvizje të Elvanës dhe Valbonës. Mikeli vazhdonte të dobësohej. Çdo ditë bëhej më apatik, më i qetë, më i largët.
Teftës i duhej të bënte një përpjekje mbinjerëzore për të mos e rrëmbyer atë foshnjë dhe të largohej me vrap nga shtëpia. Por e dinte se duhej të ishte e zgjuar, strategjike. Nëse vepronte nga impulsi pa prova konkrete, do të ishte vetëm fjala e saj kundër asaj të dy grave që kishin gjithë pushtetin dhe ndikimin në anën e tyre. Ishte një të enjte në mëngjes, ndërsa Tefta paloste rroba në lavanderi që celulari i saj më në fund ra. Emri i besnikut vezullonte në ekran. Me duar që i dridheshin, ajo u përgjigj dhe doli në kopsht, larg veshëve kureshtar. Mami, duhet të flas me ty personalisht. Nuk mund ta them këtë në telefon, zëri i besnikut ishte i tensionuar, i ngarkuar me një urgjencë që bëri stomakun e Teftës të përdridhej. Është serioze, bir? Shumë serioze, mami. Shumë serioze. Po dal nga spitali tani. Mund të takohemi në parkun pranë vilës për gjysmë ore? Tefta pranoi dhe e mbylli. Njoftoi në kuzhinë se duhej të dilte shpejt për të bler disa gjëra, mori çantën dhe praktikisht vrapoi deri te parku që ndodhej 3 bloqe larg vilës së familjes Gjata. Ishte një park i vogël, me pemë, i frekuentuar nga dado me karroca fëmijësh dhe të moshuar që vinin për të ushqyer pullumbat. U ul në një stol nën hijen e një pemë lulëzuar dhe priti, zemra i rrite pa pushim. Besniku arriti 15 minuta më vonë, ende i veshur me përparsen e bardhë të spitalit, duke mbajtur një dosje me dokumente. U ul pranë së-ëmës dhe, para se të thoshte ndonjë gjë, ja kapi duart fort. Tefta pa në sytë e të birit konfirmimin e të gjitha frikërave të saj më të këqija. Mami, ajo që më dhe nuk është formul për foshnja. Do me thënë, ka gjurmë formule, por është e holluar në më pak se 40% të përqendrimit normal, filloi besniku, duke hapur dosjen dhe duke treguar letra plot numra dhe terma teknik që Tefta nuk i kuptonte plotësisht. Një foshnjë që merr këtë nuk po merr ushqim të duhur. Do të filloj të humbas peshë, të dobësohet, të zhvilloj mangësi të rënda ushqyese. Tefta ndjeu një val të përzjerash. Edhe pse e priste këtë konfirmim, ta dëgjonte me zë të lartë ishte shkatëruese. Por ka më shumë, mami. Shumë më shumë, vazhdoi besniku, zëri i tij duke u bërë edhe më i rëndë. Gjetëm gjurmë të substancave qetësuese në mostër. Jo në sasi vdekjeprurse, por mjaftueshëm për ta lënë një fëmijë të përgjumur, apatik, pa energji për të qarë apo për të reaguar. O Zot i madh, pëshpëriti Tefta, duke vënë duart në fytyrë. Ato po e helmojnë atë djalë. Po e vrasin pak nga pak. Teknikisht nuk është helm në kuptimin tradicional. Por efekti është i njëjtë. Një foshnjë e kequshyer dhe e qetësuar nuk ka mbrojtje. Çdo infeksion i thjesht mund të bëhet i rëndë. Çdo problem i vogël shëndetësor mund të evoluojë në diçka serioze. Dhe kur të ndodh diçka, do të duket e natyrshme. Do të duket sikur fëmia kishte ndonjë gjendje të padiagnostikuar, shpjegoi besniku, zemërimi i përmbajtur duke u shfaqur në zërin e tij. Kjo është e paramenduar, mami. Ky është një plan i qëllimshëm. Tefta qëndroi në heshtje për një moment duke përpunuar gjithçka. Pjesët e enigmës po bashkoheshin në një mënyrë të frikshme. Elvana dhe Valbona po e dëmtonin Mikelin me qëllim, në mënyrë të ngadalë dhe të kalkuluar, në mënyrë që kur të ndodhte diçka e rëndë, askush të mos dyshonte. Edmondi do të trashëgonte një tjetër tragjedi, do të bëhej edhe më i brish, dhe Elvana do të kishte kontroll të plot mbi të dhe pasurinë e tij. Çfarë të bëj tani, bir? Si ta shpëtoj atë foshnjë? Pyeti Tefta, lotët duke filluar t'i rridhnin në përfaqe. Do të shkosh te Zoti Edmond dhe do t'i tregosh gjithçka. Tregoi këto dokumente. Kërkoi që ta çoj Mikelin te një mjek i pavarur që nuk ka asnjë lidhje me Elvanën apo Valbonën. Dhe nëse ai nuk të beson, do të shkosh në polici. Kjo është tentativë vrasjeje, mami. Nuk ka rëndësi kush janë këto gra apo sa pushtet kanë. Tefta pohoi me kokë, duke futur dokumentet në çantë. Besniku e përqafoi fort para se të kthehej në spital, duke e bërë të premtonte se do të kishte kujdes. Ajo qëndroi edhe disa minuta në park, duke mbledhur guximin për atë që do të bënte. E dinte se duke u përballur me Edmondin, po vinte në rrezik sigurinë e saj. Por kur mendonte për atë foshnjë të pafajshme, për ata sy të vegjël që humbisnin shkëlqimin çdo ditë, e dinte se nuk kishte zgjidhje tjetër. U kthye në vil me hapa të sigurt, një vendosmëri e re duke i djegur në gjoks. Edmondi ishte në zyrë duke punuar në kompjuterin e tij.
Tefta trokiti në derë, hyri pa pritur leje dhe e mbylli derën pas vetes. Ai ngriti syt, i befasuar nga guximi i pazakont i shërbëtores. Zoti Edmond, duhet të flas me ju për diçka shumë serioze. Për Mikelin, tha Tefta, zëri i saj i fort pavarësisht frikës që ndjente. Edmondi rudhi vetullat, mbylli laptopin dhe i kushtoi vëmendje të plotë. Tefta nuk kishte hyrë kur në zyrë në atë mënyrë, nuk ja kishte ndërprer kur punën. Ai e kuptoi se ishte diçka e rëndësishme. Për Mikelin, çfarë ka ndodhur? A është mirë? Pyeti ai, një fije shqetësimi duke i përshkuar fytyrën. Jo, zotëri. Ai nuk është mirë. Dhe nuk është mirë sepse dikush po i bën keq. Me qëllim. Fjalët mbetën pezull në ajër për një moment. Edmondi e shikoi sikur të mos e kishte kuptuar mirë, sikur Tefta të kishte folur në një gjuhë tjetër. Për çfarë po flet, Tefta? Çfarë lloj akuze është kjo? Atëherë Tefta i tregoi gjithçka. Çdo detaj që kishte vëzhguar javët e fundit, çdo bisedë të pëshpëritur që kishte dëgjuar, çdo sjellje të çuditshme. I tregoi për biberonet e holluar, për mënyrën se si Mikeli qante kur Valbona e ushqente, por hante normalisht kur ishte Edmondi ai që i jepte ushqimin. I tregoi për bisedën që kishte dëgjuar mes Elvanës dhe Valbonës. Dhe më në fund, nxori dokumentet e laboratorit nga çanta dhe i vuri mbi tavolinë. Edmondi i mori letrat me duar që filluan t'i dridheshin. I lexoi një herë, pastaj një herë tjetër, pastaj edhe një herë. Tefta pa ngjyrën të ikte nga fytyra, pa duart e tij të fillonin të shtrëngonin skajet e letrës me aq forcë sa gati i grisnin. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë, murmuriti ai, por zëri i tij nuk kishte bindje. Elvana nuk do ta bënte këtë. Ajo nuk do ta bënte. Zoti Edmond, unë kam punuar në këtë shtëpi për më shumë se 30 vjet. Jam kujdesur për ju kur ishit i ri, jam kujdesur për zonjën Anila, dhe tani po përpiqem të kujdesem për djalin tuaj. Nuk do të kisha guximin të vija këtu dhe të thoja këto gjëra nëse nuk do të isha absolutisht e sigurt. Djali juaj është në rrezik. Edmondi u ngrit vrullshëm, duke rrëzuar karrigen. Filloi të ecte sa andej këtej në përzyrë, duke kaluar duart në përflok, frymëmarrja duke ju rënduar. Tefta pa momentin e sakt kur ai vendosi t'i besonte. Ishte sikur një mask t'i binte nga fytyra, duke zbuluar poshtë saj tmerrin e kuptimit. Ku janë ato tani? Pyeti ai, zëri i ulët por i ngarkuar me një tërbim të përmbajtur që Tefta nuk ja kishte parë kurrë. Elvana doli për një drekë. Valbona është në dhomë me Mikelin. Edmondi doli nga zyra si një stuhi. Tefta e ndoqi, zemra i rritë fort. Ata ngjitën shkallët deri në katin e tretë, ku ndodhej dhoma e foshnjës. Edmondi e shtyu derën me forcë, duke bërë Valbonën të hidhej nga frika. Ajo ishte ulur në një koltuk duke parë celularin ndërsa Mikeli flinte në krevat, i zbet dhe shumë i qetë për një fëmijë 8 muajsh. Dil nga shtëpia ime tani, tha Edmondi, zëri i tij i akull. Valbona u ngrit në këmbë, e hutuar, duke parë nga Edmondi te Tefta dhe përsëri te Edmondi. Zoti Edmond, nuk kuptoj. Kam bërë diçka gabim? Ti e di shumë mirë se çfarë ke bërë. Dhe kur avokatja ime të mbaroj përgatitjen e dokumentacionit, do të përgjigjesh penalisht për këtë. Tani dil para se të thëras rojet për të nxjerrë jashtë. Valbona u zbe. Për një sekond, maska e saj e profesionalizmit ra dhe Tefta pa në sytë e saj panikun e dikujt që ishte zbuluar. Ajo mori çantën e saj shpejt dhe doli nga dhoma pothuajse me vrap, duke zbritur shkallët me nxitim. Edmondi shkoi te krevati dhe mori Mikelin në krah. Foshnja hapi syt, ende shumë i përgjumur për shkak të qetësuesve, dhe Tefta pa një lot t'i rrifte në përfaqen e babait. Ai e shtrëngoi të birin pas gjoksit, duke përshpëritur kërkesa faljeje vazhdimisht. Nuk e pash. Si nuk e pash? Si e lash të ndodhte kjo me ty? Përsëriste ai, zëri i thyer nga emocionet. Tefta u afrua, duke i prekur butësisht shpatullën. Ju po vuanit. Ishit i brisht. Ato përfituan nga kjo, tha ajo, zëri i saj gjithashtu i prekur. Por tani e dini. Dhe tani mund ta mbroni djalin tuaj. Edmondi pohoi me kokë, duke fshirë lotët. Mori telefonin dhe i ra mjekut të tij personal, duke kërkuar që të vinte menjëherë në vilë për të ekzaminuar Mikelin. Pastaj i ra avokatës së tij, duke i kërkuar të fillonte të gjitha procedurat ligjore të mundshme kundër Valbonës.
Dhe së fundi, me zë të tensionuar, i ra Elvanës. Tefta dëgjoi vetëm anën e bisedës së Edmondit, por ishte e mjaftueshme për të kuptuar. Ai kërkoi që ajo të kthehej në shtëpi menjëherë. Nuk pranoi justifikime apo shtyrje. Dhe e mbylli pa pritur përgjigje. 2 orët e ardhshme ishin një vorbull. Mjeku arriti dhe e ekzaminoi Mikelin në mënyrë të detajuar, duke konfirmuar kequshqyrjen dhe duke gjetur nivele të ulta të disa vitaminave thelbësore. Rekomandoi shtrim të menjëhershëm në spital për stabilizim, por Edmondi refuzoi, duke thënë se nuk do ta largonte të birin nga vetja as për një sekondë. Mjeku atëherë hartoi një plan rigoros të rimëkëmbjes ushqyese që duhej ndjekur në shtëpi, në mbikëqyrje të vazhdueshme. Elvana arriti pak para orës 3 pasdite. Hyri nga dera kryesore me atë ecje të sigurt që kishte gjithmonë, por Tefta vuri re një fije nervozizmi në sytë e saj kur pa Edmondin që e priste në dhomën e ndenjes, me Mikelin në krah dhe një shprehje në fytyrë që nuk do të pranonte gënjeshtra. Çfarë ishte kaq urgjente, i dashur? Pyeti Elvana, duke u përpjekur të mbante tonin e zakonshëm, por zëri i saj doli paksa më i mprehtë se duhej. Edmondi nuk u përgjigj menjëherë. Vetëm e shikoi për një moment të gjatë, sikur po shihte për herë të parë se kush ishte ajo në të vërtetë. Pastaj, me lëvizje të kujdesshme, i dha Mikelin Teftës për ta mbajtur dhe eci drejt Elvanës, duke u ndalur pak centimetra larg saj. Sa kohë e planifikove këtë? Pyeti ai, zëri i tij rrezikshmërisht i ulët. Që kur vendose se djali im ishte një pengesë që duhej hequr? Tefta pa ngjyrën të ikte nga fytyra Elvanës. Për një fraksion sekonde, ajo mendoi të mohonte, të shtirej e indinjuar. Por diçka në shikimin e Edmondit e bëri të kuptonte se loja kishte mbaruar. Nuk e di për çfarë po flet, u përpoq të thoshte ende, por zëri i saj nuk kishte forcë. Atëherë Edmondi i hodhi dokumentet e laboratorit mbi tavolinën e kafes. E di shumë mirë. Ti dhe bashkëpunëtorja jote po helmonit djalin tim. Pak nga pak, në mënyrë të kalkuluar, në mënyrë që kur ai të sëmurej rënd, askush të mos dyshonte. Vërtet mendove se nuk do ta zbuloja kurrë? Elvana shikoi letrat, pastaj Teftën që mbante foshnjën, pastaj përsëri Edmondin. Tefta pa momentin e saktë kur ajo vendosi të ndryshonte strategji, duke kaluar nga mohimi në sulm. Mirë, do të dish të vërtetën? Ai fëmijë shkatërroi gjithçka. Ai vrau Anilën dhe pastaj mbeti këtu si një barë e vdekur, duke thithur gjithë vëmendjen tënde, gjithë kohën tënde. Ti ishe aq i fiksuar pas zis sate sa nuk arrije të ecje përpara. Unë vetëm po përpiqesha të çliroja nga kjo. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Edmondi qëndroi duke parë Elvanën sikur të ishte përballë një të huaje, dikujt që nuk e kishte parë kurrë më parë. Dhe ndoshta ishte pikërisht kjo. Dil nga shtëpia ime, tha ai më në fund, çdo fjalë therse si xham. Merr gjërat e tua dhe dil. Avokatja ime do të kontaktoj për divorcin dhe për akuzat penale. Nuk mund të ma bësh këtë. Unë jam gruaja jote. Kam të drejta, kundërshtoi Elvana, por tani zëri i saj kishte një ton dëshpërimi. Ti u përpoqe t'i bëje keq një foshnjeje të pambrojtur. Ti nuk ke asnjë të drejtë këtu. Dhe nëse varet nga unë, do të kalosh një kohë të gjatë duke u përgjigjur për këtë në gjykatë. Elvana shikoi përreth, sikur të kërkonte dikë ose diçka që mund ta shpëtonte nga situata. Sytë e saj u ndalën te Tefta dhe në ta kishte një zemërim të zjarrt që bëri gruan më të moshuar të bënte një hap instinktiv prapa, duke shtrënguar Mikelin pas gjoksit. Kjo ishe ti, apo jo? Fërshëlleu Elvana, duke u afruar drejt Teftës. Nuk duhej të futeshe në këtë, ti. Mjaft, bërtiti Edmondi, duke u vendosur mes Elvanës dhe Teftës. Ke bërë mjaft dëm. Nuk do t'u afrohesh atyre. Tani dil para se të thëras policin. Elvana u tërhoq, por shikimi që i hodhi Teftës ishte plot urrejtje. Ajo ngjiti shkallët për në dhomën që ndante me Edmondin dhe Tefta dëgjoi zhurmën e sirtarëve që hapeshin dhe mbylleshin me forcë, të objekteve që hidheshin në valixhe. Gjysmë ore më vonë, Elvana zbriti duke mbajtur 2 valixhe të mëdha, kaloi nëpër dhomën e ndenjes pa parë askënd dhe doli nga dera e përparme, duke e përplasur me aq forcë sa bëri pikturat në mure të dridheshin. Kur zhurma e makinës së saj u zhduk në distancë, Edmondi u la të binte në divan, dukej sikur ishte plakur 10 vjet në pak orë. Tefta u afrua dhe u ul pranë tij, ende duke mbajtur Mikelin që më në fund filloi të tregojë më i zgjuar, sytë e tij të vegjël duke vëzhguar gjithçka përreth me më shumë vëmendje.
Isha një budalla, Tefta. Një budalla i plot, tha Edmondi, zëri i ngarkuar me faj. Si nuk e pash se kush ishte ajo në të vërtetë? Si e lash djalin tim të rrezikohej? Ju ishit në zi. Ishit i brisht. Ajo përfitoi nga kjo, përsëriti Tefta butësisht. Por tani mbaroi. Mikeli është i sigurt. Dhe do të bëhet mirë. Edmondi pohoi me kokë, por Tefta e dinte se kjo ishte larg fundit. Ajo kishte bërë armiq të fuqishëm, gra që nuk do ta pranonin lehtë humbjen. Dhe shqetësimi në sytë e saj tregonte se ajo e dinte saktësisht se çfarë do të vinte. Atë natë, pasi Mikeli u vu në gjumë në krevatin e tij, me Edmondin që këmbëngulte të qëndronte pranë tij, Tefta u kthye në dhomën e saj të vogël në aneksin e shtëpisë. Ishte e raskapitur, e lodhur emocionalisht dhe fizikisht. Por gjithashtu ndjente një ndjenjë lehtësimi. Kishte bërë gjën e duhur. E kishte shpëtuar atë foshnjë. Ishte gati të shtrihej kur celulari i saj vibroi. Ishte një mesazh nga një numër i panjohur. Me zemrën që i rrite fort, e hapi. Do të pendohesh që fute hundët ku nuk të takon. Do ta paguash shtrenjtë. Duart e Teftës u dridhen duke mbajtur telefonin. Nuk kishte dyshim se kush e kishte dërguar mesazhin. Dhe e dinte se nuk ishte një kërcënim i zbrazët. Elvana kishte burime, kontakte, pushtet. Dhe tani kishte edhe një arsye për t'u hakmarrë. Tefta fiku dritën e dhomës dhe u shtri, por e dinte se nuk do të flinte atë natë. Hijet në vilën e familjes gjata ishin ekspozuar në dritë, por tani hijet të tjera, ndoshta edhe më të rrezikshme, filluan të formoheshin. Betejë për jetën e Mikelit ishte fituar, por lufta sapo kishte filluar. Kapitulli 3, nën kërcënim. Ditët pas dëbimit të Elvanës ishin një mal me emocione për të gjithë në vilën e familjes gjata. Mikeli filloi të tregonte shenja përmirësimi pothuajse menjëherë. Me ushimin e duhur dhe pa qetësues, foshnja u bë përsëri më aktive, më e zhurmshme, më e pranishme. Sytë e tij të vegjël rifituan shkëlqimin, faqet filluan të merrnin përsëri vëllim dhe ai filloi përsëri të shtrinte krahët duke kërkuar përkëdhelje, duke belbëzuar tinguj të gëzueshëm që e mbushnin shtëpinë me jetë. Edmondi ishte transformuar. Ishte sikur zbulimi i së vërtetës për Elvanën ta kishte zgjuar nga një trans, ai mori leje nga puna për të qëndruar në shtëpi duke u kujdesur personalisht për Mikelin. Punësoi një nutricioniste pediatrike që vinte çdo ditë për të ndjekur rikuperimin e foshnjës. Dhe, për herë të parë që nga vdekja e Anilës, Tefta e pa të buzëqeshte me të vërtetë kur shikonte të birin. Por jo gjithçka ishte lule. Kërcënimi që Tefta kishte marrë në celular ishte vetëm i pari nga shumë të tjerë. Në ditët që pasuan, mesazhet u bën më të shpeshta dhe më specifike. Disa vinin nga numra të ndryshëm, gjithmonë të bllokuar, gjithmonë në mes të natës kur Tefta përpiqej të flinte. Mendon se je e sigurt aty? Ne e dim ku banon. E dim ku punojnë fëmijët e tu. Dim gjithçka për ty. Një shërbëtore hundëfutëse që nuk e di vendin e saj. Do të mësosh të qëndrosh larg çështjeve që nuk të përkasin. Shijoje sa mundesh. Gjithçka që do mund të zhduket sa hap e mbyll syt. Tefta përpiqej të injoronte, t'i fshinte mesazhet pa i lexuar plotësisht, por ishte e pamundur të mos ndjente frikën që rritej si një hije e ftohtë në gjoksin e saj. Ajo i tregoi Edmondit, i cili menjëherë përfshiu ekipin e tij të sigurisë dhe bëri një denoncim në komisariat. Por të dy e dinin se provat e mesazheve anonime ishin të vështira për t'u gjurmuar dhe se policia kishte raste më urgjente për të zgjidhur. Ishte besniku ai që e kuptoi i pari se kërcënimet nuk ishin vetëm virtuale. Një natë, duke dalë nga spitali pas turnit të tij, ai vuri re një makinë të zezë të parkuar përballë shtëpisë së tij. Nuk do të ishte asgjë e jashtëzakonshme, po të mos ishte fakti se e njëjta makinë kishte qenë aty për 3 net rresht, gjithmonë me dik brenda, gjithmonë duke vëzhguar. Kur besniku u përpoq të afrohej për t'u përballur me atë që ishte aty, makina u nis me shpejtësi të madhe. Mami, mendoj se po më ndjekin, i tha ai Teftës në telefon, duke u përpjekur të mbante zërin të qetë, por pa mundur të fshihte shqetësimin. Kjo makinë shfaqet çdo ditë. Dhe sot në spital, një grua që nuk e kam parë kur më parë mu afrua në parking, duke më thënë se duhet të kem më shumë kujdes me analizat që bëj. Se ndonjëherë të futesh ku nuk duhet mund të sjell probleme. Tefta ndjeu gjakun t'i ngri në vena.
Ato jo vetëm që po kërcënonin, por po tregonin se mund të arrinin familjen e saj, se e dinin ku ishin, çfarë bënin. Ishte një frikësim psikologjik i kalkuluar për ta bërë atë të tërhiqej, për ta bërë të pyeste veten nëse ja kishte vletur të përfshihej. Por Tefta nuk ishte nga ato që tërhiqeshin. I tregoi gjithçka Edmondit po atë natë dhe ai, duke parë seriozitetin e situatës, mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Tefta, nuk mund t'ju lëju dhe familjen tuaj në rrezik sepse bë të gjën e duhur. Jo pas gjithçkaje që bëre për ne, tha Edmondi, ulur në zyrën e tij me Teftën përballë. Dua t'ju ofroj mbrojtje të plot për ty dhe fëmijët e tu. Dhe dua që ti dhe familja jote të vini të jetoni këtu në vilë. Tefta mbeti pa fjalë. Të jetonte në vilë? Ajo që gjithmonë kishte qenë shërbëtore, që gjithmonë e kishte mbajtur jetën e saj personale të ndarë nga puna, tani poftoi të sillte gjithë familjen e saj brenda asaj bote luksi dhe rreziku? Zoti Edmond nuk mund ta pranoj këtë. Tashmë është shumë ajo që po bëni. Dhe fëmijët e mi, ata kanë jetët e tyre, punët e tyre. Pikërisht prandaj po e ofroj. Ata kanë jetët e tyre dhe unë dua të sigurohem që ato jetë të jenë të sigurta, e ndërpreu Edmondi, duke u ngritur dhe duke ecur drejt dritares që shite nga kopshti. Elvana ka lidhje, Tefta. Ajo një njerëz të fuqishëm, njerëz të rrezikshëm. Nëse ajo vendos të hakmerret, nuk do të jetë vetëm me mesazhe. Këtu, me ekipin tim të sigurisë, me kamera në çdo cep, me roje në portë, ju do të jeni të mbrojtur. Dhe për gjithë jetën do të jetojmë me frikë. Gjithmonë duke parë mbi supe, pyeti Tefta, zëri i saj i lodhur. Jo. Sepse ndërkohë, avokatja ime po mbledh të gjitha provat e nevojshme për të garantuar që Elvana dhe Valbona të përgjigjen penalisht për atë që bën. Rezultatet e laboratorit, regjistrimet e kamerave të sigurisë së shtëpisë që tregojnë se si Valbona përgatiste biberonët, gjithçka po përpilohet. Kur të fillojë procesi penal, ato do të jenë shumë të zëna duke mbrojtur lirinë e tyre për të menduar për hakmarrje. Tefta donte ta besonte këtë. Donte të besonte se drejtësia do të funksiononte, se njerëzit me para dhe pushtet gjithashtu përgjigjeshin për krimet e tyre. Por kishte jetuar mjaftueshëm për të ditur se jo gjithmonë gjërat funksiononin kështu. Megjithatë, duke menduar për besnikun, për fëmijët e saj të tjerë që gjithashtu mund të ishin në rrezik, ajo e dinte se pranimi i mbrojtjes së Edmondit ishte vendimi më i mençur. Mirë. Por vetëm derisa të zgjidhet gjithë kjo. Nuk dua të jem një barr për ju, tha ajo më në fund. Edmondi buzëqeshi dhe kishte një mirënjohje të sinqertë në atë buzëqeshje. Tefta, ti shpëtove djalin tim. Më shpëtove edhe mua. Nuk do të jesh kur një barr. Kur? Në ditët në vijim, vila kaloi një transformim. Edmondi urdhëroi rinovimin e krahut të pasëm, duke krijuar apartamente të rehatshme për Teftën dhe 3 fëmijët e saj. Besniku ishte i pari që u transferua, duke sjell vetëm gjërat thelbësore nga shtëpia e tij me qira në jug të qytetit. 2 fëmijët e tjerë të Teftës, Marcela që punonte si mësuese dhe Genti që ishte shofer aplikacioni, gjithashtu pranuan ftesën pas disa incidenteve të çuditshme në shtëpitë e tyre, një makinë që i ndiqte, një i huaj që pyeste fqinjet për ta. Prania e familjes së Teftës solli një energji të re në vilë. Marcela, e cila gjithmonë kishte pasur aftësi me fëmijët, filloi të kalonte kohë me Mikelin, duke i treguar histori dhe duke i kënduar këngë fëmijësh. Genti ndihmonte me riparime të vogla nëpër shtëpi dhe i pëlqente të bisedonte me rojet për teknikat e mbrojtjes. Dhe besniku, gjithmonë serioz dhe studiues, u bë një lloj konsulenti jo formal i Edmondit për çështjet shëndetësore të Mikelit. Por qetësia ishte vetëm sipërfaqësore. Kamerat e sigurisë kapnin lëvizje të çuditshme në rrethinat e pronës. Makina që kalonin shumë ngadalë, njerëz që ndalonin në anën tjetër të rrugës duke u shtirur se shihnin celularin por qartësisht duke vëzhguar vilën. Një natë, rojet kapën një burr që përpiqej të ngjitej në murin e pasëm. Ai iku para se të mund ta ndalonin, por mesazhi ishte i qartë, ato nuk kishin hequr dorë. Ishte një pasdite me shitetori që situata u përshkallëzua në mënyrë të frikshme. Tefta ishte në kuzhinë duke përgatitur darkën kur dëgjoi britma që vinin nga kopshti. Vrapoi te dritarja dhe pa Marcelën duke u lëkundur drejt shtëpisë, e zbeth si një fantazm, me Mikelin në krah që qante i frikësuar. Mami. Kishte dik atje jashtë. Dikush më thiri në emër, bërtiste Marcela, duke hyrë nga dera e kuzhinës me duar që i dridheshin.
Po luaja me Mikelin pranë trëndafilave kur dëgjova një zë gruaje që më thërriste në emër. Kur pash, ishte një grua në anën tjetër të murit duke më parë me një buzëqeshje të çuditshme. Ajo tha, sa i bukur ky foshnja. Do të ishte keq sikur t'i ndodhte diçka, apo jo Marcela. Tefta ndjeu gjakun t'i ngri. Kapi Marcelën dhe Mikelin duke i tërhequr brenda dhe duke mbyllur të gjitha dyert. Aktivizoi alarmin e emergjencës që Edmondi kishte instaluar dhe në sekonda rojet po kontrollonin të gjithë perimetrin e pronës. Nuk gjetën askënd, por të gjithë e dinin se kërcënimi kishte qenë real. Edmondi u kthye me vrap nga zyra ku ishte në një mbledhje online. Kur pa Marcelën ende duke u dridhur dhe Mikelin duke qarë në krahët e teftës, shpreha e tij u shndërrua në një tërbim të përmbajtur. Mbaroi. Kjo mbaroi tani, tha ai, duke marrë telefonin dhe duke formuar një numër. Kur u përgjigjen nga ana tjetër, zëri i tij ishte i fortë si çeliku. Komisar Kovaci? Edmond Gjata. Duhet të flas me ju për një situatë urgjente. Djali im dhe familja ime po kërcënohen dhe kam të gjitha provat se kush fshihet pas kësaj. Kam nevojë që të merrni masa të menjëhershme. Biseda zgjati gati një orë. Edmondi dha të gjitha detajet, të gjitha dokumentet, të gjitha regjistrimet e kamerave të sigurisë. Komisari, i cili ishte një njohje e vjetër e familjes Gjata, premtoi të përshpejtonte procesin dhe të dërgonte një ekip për të hetuar kërcënimet. Atë natë, askush nuk arriti të flinte siç duhet. Tefta qëndroi në dhomë me Marcelën dhe Mikelin, i cili arriti të flinte vetëm pas shumë përkundjesh dhe përkëdheljesh. Besniku dhe Genti bënin roje me radhë në për shtëpi së bashku me rojet e sigurisë. Dhe Edmondi kaloi natën në zyrë në telefon, duke aktivizuar të gjitha kontaktet që kishte, duke kërkuar favore, duke kërkuar që ligji të zbatohej. Ishte të nesërmen në mëngjes që gjërat më në fund filluan të lëviznin. Avokatja e Edmondit, Diana Basha, një grua 60 vjeçare me një reputacion të patëmet, arriti në vilë me lajme. Kishte marrë një urdhër gjykate për të hetuar llogaritë bankare të Elvanës dhe Valbonës dhe ajo që gjetën ishte shkatërruese. Kishte transferta të dyshimta në muajt para tentativës për të dëmtuar Mikelin. Pagesa nga Elvana për Valbonën që të i kalonin shumë pagën e një infermiereje. Emaile të shkëmbyra mes të dyjave duke diskutuar planin në detaje, duke menduar se i kishin fshirë por që ekspertët forenzik arritën t'i rikuperonin. Dhe më inkriminuesi nga të gjithë, mesazhe midis Elvanës dhe një numri të tretë të paidentifikuar, duke kontraktuar njerëz për të ndjekur dhe friksuar familjen e teftës. Me këtë, kemi prova më se të mjaftueshme për të kërkuar arrestimin preventiv të dyjave, shpjegoi avokatja Diana, duke rregulluar syzet ndërsa rishikonte dokumentet. Tentativë vrasjeje, komplot, friksim dëshmitarësh, grup i strukturuar kriminal. Akuzat janë të rënda dhe provat janë të forta. Po ndërsa procesi vazhdon, familja ime vazhdon të jetë në rrezik, pyeti Edmondi, shqetësimi i dukshëm në zërin e tij. Prandaj kërkova edhe urdhër mbrojtjeje urgjente. Elvanës dhe Valbonës do t'u ndalohet t'ju afrohen të gjithëve. Çdo shkelje e këtij urdhri do të rezultojë në arrestim të menjëhershëm. Dhe me provat që kemi, gjykatësi tashmë ka nënshkruar urdhrin e arrestit preventiv. Policia duhet ta ekzekutojë në çdo moment. Sikur fati të ishte duke dëgjuar, telefoni i Edmondit ra. Ishte komisari Kovaci. Tefta dhe të gjithë të pranishmit vëzhguan ndërsa Edmondi dëgjonte, fytyra e tij duke kaluar nëpër disa shprehje, habi, lehtësim dhe më në fund një kënaqësi e errët. Elvana u arrestua një orë më parë ndërsa përpiqej të hipte në një fluturim për në Dubai, njoftoi ai kur e mbylli. Valbona gjithashtu u ndalua në një hotel ku ishte fshehur. Të dyja janë nën arrest dhe do të përgjigjen për të gjitha akuzat. Lehtësimi që pushtoi dhomën ishte pothuajse i prekshëm. Marcela filloi të qante, këtë herë nga lehtësimi. Besniku përqafoi të ëmën. Genti lëshoi një pëshertim të gjatë që dukej se e kishte mbajtur prej ditësh. Dhe Tefta, e cila kishte mbajtur peshën e gjithë kësaj mbi supe, më në fund ndjeu këmbët t'i dobësoheshin, duke u detyruar të ulej. Por avokatja Diana ngriti një dorë, fytyra ende serioze. Kjo është një fitore, por jo fundi. Elvana ka burime për të paguar garancinë dhe me siguri do të përpiqet. Duhet të qëndrojmë vigjilent. Dhe ju, veçanërisht Tefta dhe familja jote, do të duhet të dëshmoni, të kaloni nëpër procesin gjyqësor. Nuk do të jetë e lehtë.
E di, tha Tefta, zëri i saj i fort pavarësisht lodhjes. Por jam gati. Do ta bëja gjithçka përsëri për të mbrojtur Mikelin. Do ta bëja 1000 herë. Edmondi ju afrua Teftës dhe, duke i befasuar të gjithë, e përqafoi. Nuk ishte një përqafim nga shefi për punonjësen, por nga dikush sinqerisht mirënjohës, nga dikush që njihte sakrificën dhe guximin. Ti shpëtove djalin tim, Tefta. Më shpëtove edhe mua. Dhe të premtoj se do të bëj gjithçka në fuqinë time për të mbrojtur ty dhe familjen tënde. Këtë ta betohem. Atë pasdite, për herë të parë në javë, vila e familjes Gjata pati një moment paqeje të vërtetë. Mikeli luante në tapetin e dhomës së ndenjes, i rrethuar nga Marcela që bënte mimika qesharake duke e bërë të qeshte me zë të larë. Besniku dhe Genti luanin letra në tavolinën e kuzhinës, të relaksuar për herë të parë që nga transferimi. Dhe Tefta, ulur në një karrige pranë dritares, vëzhgonte gjithçka me një buzëqeshje të lodhur por të kënaqur. Betejë nuk kishte mbaruar plotësisht. Ende kishte procesin gjyqësor përpara, dëshmitë, seancat. Elvana me siguri do të provonte të gjitha mjetet e mundshme, do të përdorte gjithë paratë dhe ndikimin e saj për të shpëtuar pasojave. Por më e rëndësishmja ishte arritur, Mikeli ishte i sigurt. Dhe Tefta kishte dëshmuar se guximi nuk ka të bëjë me pushtetin apo paratë, por me bërjen e gjës së duhur edhe kur çmimi është i lartë. Ndërsa dielli perëndonte mbi Tiranë duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe vjollc, Tefta mendoi për Anilën, gruan e ëmbël që kishte humbur jetën duke sjellë Mikelin në boll. Mendoi se sa krenare do të ishte ajo të shihte djalin e saj të rritej i fortë dhe i shëndetshëm, i mbrojtur jo vetëm nga babai, por nga një familje e tërë që ishte bashkuar në emrin e tij. Vila, që kishte qenë skena e kaq shumë trishtimi dhe tradhtie, tani strehonte përsëri shpresë. Dhe Tefta, shërbëtorja e thjeshtë që kur nuk e kishte imagjinuar veten në qendër të një trazire të tillë, zbuloi se ndonjëherë heronjt më të pamundur janë ata që thjesht refuzojnë të heshtin përballë padrejtësisë. Nata ra plotësisht dhe dritat e vilës u ndezën njëra pas tjetrës, si yje të vegjël toksor. Brenda atyre mureve, një familje e pazakont mblidhej për darë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, kishte të qeshura të sinqerta që i honin nëpër korridoret e mermerta. Rruga do të ishte ende e gjatë, por më e keqja kishte kaluar. Dhe së bashku, ata do të përballonin çfarëdo që të vinte. Kapitulli 4, rinisjet. 6 muaj kishin kaluar që nga ajo ditë kur Elvana dhe Valbona u arrestuan. 6 muaj seancash, dëshmish, ekspertizash dhe një proces gjyqësor që kishte tërhequr vëmendjen e medias dhe shoqërisë tiranase. Rasti i gruas që u përpoq të dëmtonte njerkun e saj për të trashëguar pasurinë e burrit u bë kryetitull në të gjitha gazetat, ishte temë debatesh në emisione televizive dhe gjeneroi diskutime të nxehta në rrjetet sociale. Tefta kur nuk e kishte imagjinuar veten në qendër të kaq shumë vëmendjeje. Gazetarët përpiqeshin ta intervistonin, kamerat e ndiqnin kur dilte nga vila për të shkuar në pazar. Në fillim ishte e frikshme, ndërhyrëse. Por avokatja Diana Basha e udhëzoi të jepte vetëm një intervistë, të kontrolluar dhe të planifikuar me kujdes, ku Tefta tregoi historinë e saj me thjeshtësi dhe dinjitet. Reagimi ishte i jashtëzakonshëm. Nga një moment në tjetrin, ajo u bë një simbol guximi, shërbëtorja e përulur që sfidoi të fuqishmit për të shpëtuar një fëmijë të pafajshëm. Por për Teftën, asgjë nga këto nuk kishte aq rëndësi sa të shihte Mikelin të rritej i shëndetshëm dhe i lumtur. Foshnja tani ishte 1 vjeç e 3 muaj, po fillonte të hidhte hapat e parë të lëkundur, duke u mbështetur te mobiljet dhe duke qeshur me zë të lartë sa herë që arrinte të bënte 2 ose 3 hapa pa rënë. Faqet e tij ishin rozë dhe të rumbullakta, syt i shkëlqenin nga inteligjenca dhe kurioziteti, dhe ai ishte bërë një fëmijë i gëzuar që shpërndante buzëqeshje kudo që shkonte. Edmondi ishte një baba i transformuar. Kishte pushuar se qeni biznesmeni i fiksuar pas punës dhe i largët për t'u bërë i pranishëm, i vëmendshëm, i dashuruar me të birin. Çdo mëngjes, para se të shkonte në zyrë, kalonte të paktën 2 orë duke luajtur me Mikelin. I ndëronte pelenat, i jepte ushqim, i këndonte këngë fëmijësh të pasintonuara që e bënin djalin të qeshte. Dhe në fundjavë, vila mbushej me jetë me lojra në kopsht, piknik në bar dhe momente të gjata babë e bir thjesht duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit. Marrëdhënia mes Edmondit dhe Teftës gjithashtu kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më vetëm shërbëtorja. Ishte bërë pjesë thelbësore e asaj familjeje, një lloj gjysheje nderi për Mikelin, këshilltare për Edmondin, shtyll force në momente të vështira.
Edmondi këmbënguli t'i riste ndjeshëm pagën dhe të siguronte që ajo dhe fëmijët e saj të kishin gjithçka që u nevojitej. Por më e rëndësishme se parat ishte respekti, mirënjohja e sinqertë, njohja se ajo kishte bërë ndryshimin midis jetës dhe tragjedisë. Gjyqi i Elvanës dhe Valbonës u caktua për 1 martë prilli. Salla e gjyqit ishte plot me gazetar, kureshtar dhe madje disa personalitete të shoqërisë së lartë që njihnin familjen gjata. Tefta ul pranë Edmondit, 3 fëmijët e saj pas tyre, të gjithë të veshur me rrobat e tyre më të mira, të gjithë nervoz por të vendosur. Elvana hyri në sallë e shoqëruar nga roje, e veshur me një kostum gri diskret, shumë ndryshe nga rrobat firmato që zakonisht vishte. Fytyra e saj ishte më e dobët, e zbethë, dhe kishte një ashpërsi në sytë e saj që nuk ishte aty më parë. Ajo shikoi Edmondin me një përzierje zemërimi dhe diçkaje që mund të ishte pendes, por e largoi shikimin shpejt kur ai nuk tregoi asnjë emocion. Valbona erdhi menjëherë pas, gjithashtu e shoqëruar, duke i më e vogël dhe më e frikësuar se sa e mbante mend Tefta. Infermierja që gjithmonë kishte qenë aq e sigurt dhe e ftohtë tani ishte dukshëm e tronditur, duart i dridheshin ndërsa e çonin në bankën e të akuzuarve. Gjyqi zgjati 3 ditë të plota. U paraqitën të gjitha provat, raportet e laboratorit që tregonin formulën e holluar dhe të manipuluar, regjistrimet e kamerave të sigurisë, regjistrimet e mesazheve të rikuperuara nga ekspertët, dëshmitë e mjekëve që ekzaminuan Mikelin dhe konfirmuan kequshqyrjen e rëndë dhe gjurmët e qetësuesve. Besniku dëshmoi si tekniku përgjegjës për analizat fillestare, duke shpjeguar me terma teknik se si formula ishte manipuluar qëllimisht. Por ishte dëshmia e Teftës ajo që shënoi gjyqin. Ajo u ngjit në tribun me dinitet, u përgjigj të gjitha pyetjeve me qartësi dhe ndershmëri. Kur avokati mbrojtës u përpoq të insinuonte se ajo kishte shpikur gjithçka nga xhelozia ose për të tërhequr vëmendjen, Tefta e shikoi në sy dhe tha me zë të fortë, "Unë nuk fitova asgjë nga kjo, përveç kërcënimeve dhe frikës për sigurinë e familjes sime. Por do ta bëja përsëri, sepse jeta e atij fëmije vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe asnjë kërcënim, asnjë pushtet, asnjë para nuk do të më bëj të hesht përballë së keqes." Heshtja që pasoi ishte e thellë. Edhe gjykatësi duke i prekur nga fjalët. Avokati mbrojtës nuk këmbënguli më në atë linjë pyetjesh. Edmondi gjithashtu dëshmoi, duke treguar për periudhën e tij të zisë së thellë, për mënyrën se si Elvana kishte përfituar nga brishtësia e tij, për neglizhencën ndaj Mikelit që ai, i verbuar nga dhimbja e tij, nuk e kishte vënë re. Zëri i tij u drodh kur përshkroi momentin kur pa rezultatet e laboratorit, kur kuptoi se djali i tij po helmohej në çatin e tij, me lejen e tij të nënkuptuar sepse nuk i kishte kushtuar vëmendje. Lotët i rodhen në përfaqe kur tha, "Gati humba djalin tim sepse u besova njerëzve të gabuar." Por Tefta, një grua që e shija vetëm si shërbëtore, dëshmoi se kishte më shumë guxim dhe integritet se sa kam treguar unë ndonjëherë. Verdikti erdhi në ditën e 3. Juria mori vetëm 2 orë për të diskutuar. Kur u kthyen, zëdhënësi u ngrit me një shprehje serioze dhe lexoi, "I konsiderojmë të pandehurat Elvana Meta dhe Valbona Prifti, fajtore për të gjitha akuzat e paraqitura, tentativë vrasjeje ndaj të miturit, grup i strukturuar kriminal, frikësim dëshmitarësh, falsifikim dhe shpërdorim besimi." Një murmurim përshkoi sallën. Elvana mbylli sytë për një moment të gjatë, sikur po përpiqej të bllokonte realitetin. Valbona filloi të qante me zë të ulët. Gjykatësi goditi me çekiç duke kërkuar heshtje dhe vazhdoi me dënimin, 8 vjet burg me regjim të mbyllur për secilën, pa të drejtë apelimi në liri. Kur të dyja u nxorën nga salla, Elvana shikoi prapa për herë të fundit. Sytë e saj takuan ata të Edmondit dhe këtë herë kishte vetëm humbje në atë shikim. Ajo kishte humbur gjithçka, burrin, pasurinë që lakmonte, lirinë e saj, reputacionin e saj. Dhe e dinte se ishte për shkak të lakmisë dhe mizorisë së saj. Jashtë gjykatës, në shkallët ku 10 gazetar prisnin, Edmondi dha një deklaratë të shkurtër. Me Teftën në krah dhe avokatën Diana pas, ai falenderoi drejtësinë, hetuesit dhe veçanërisht atë grua që pati guximin të denonconte atë që po ndodhte kur do të ishte shumë më e lehtë të heshte. Tefta nuk deshi të fliste, vetëm u bëri me dorë kamerave me një buzëqeshje të ndrojtur. Por veprimet e saj tashmë kishin folur më fort se çdo fjalë. Jeta në vilën e familjes gjata gradualisht po I kthehej një normaliteti, edhe pse ishte një normalitet krejtësisht I ndryshëm nga ai që ekzistonte më parë. Shtëpia, dikur kaq formale dhe hierarkike, ishte bërë më mikpritse, më e ngjashme me një shtëpi të vërtetë.
Marcela kishte pranuar një punë si tutore private e Mikelit, duke e mësuar përmes lojrave dhe aktiviteteve argëtuese. Besniku ende punonte në spital, por tani jetonte rehatshëm në vilë, duke kontribuar me shpenzimet dhe duke ndihmuar me çfarë të mundte. Genti kishte ngritur një shërbim të vogël transporti privat për drejtues, duke përdorur kontaktet që Edmondi i prezantoi dhe po lulëzonte në biznesin e tij. Dhe Tefta, Tefta vazhdonte të ishte Tefta. Ende zgjoi herët, ende mbikëqyrte shtëpinë, ende përgatiste ushqimet me të njëjtën dashuri si gjithmonë. Dallimi ishte se tani e bënte këtë jo si shërbëtore, por si pjesë e familjes. Edmondi këmbëngulte që ajo nuk kishte më nevojë të punonte, se i kishte garantuar pensionin dhe se ajo meritonte të pushonte. Por Tefta gjithmonë buzëqeshte dhe thoshte se nuk do të dinte çfarë të bënte me veten nëse do të ndalonte. Ajo shtëpi ishte qëllimi i saj dhe Mikeli ishte arsyeja pse gjithçka ja kishte vlejtur. Një vit pas gjyqit, në një pasdite me diell të së dielës, vila ishte në festë. Ishte ditëlindja e dytë e Mikelit dhe Edmondi kishte organizuar një festë që i mbushi kopshtet me dekorime shumë ngjyrëshe, lodra, një pishin të vogël të fryrë dhe shumë fëmijë që vraponin dhe luanin kudo. Kishte të afërm që Edmondi nuk i shite prej vitesh, miq të vërtet që i kishin qëndruar pranë gjatë gjithë trazirës dhe fqinj që ishin bërë më të afërt. Por momenti më i veçantë i ditës ndodhi kur Edmondi kërkoi vëmendjen e të gjithëve. Me Mikelin në krah, djali i veshur me një kuror letre të ardh ditëlindjeje, Edmondi mbajti një fjalim emocionues. 2 vjet më parë, kur lindi djali im, isha i zhytur në një errësirë aq të thellë sa mendova se nuk do të shija më kurrë dritë. Humba gruan që doja dhe, në dhimbjen time, gati humba edhe djalin tim. Por një person i jashtëzakonshëm, refuzoi të heshte. Refuzoi të pranonte që diçka e tmerrshme të ndodhte nën këtë çati, filloi ai, zëri duke ju dridhur pak. Ai shikoi Teftën, e cila qëndronte në këmbë pranë Marcelës, duke fshirë fshehurazi një lot që i rrifte në përfaqe. Tefta, ti jo vetëm që shpëtove jetën e Mikelit. Ti shpëtove edhe timen. Më tregove se çfarë është guximi i vërtet, integriteti i vërtet. Dhe sot, në këtë ditë të veçantë, dua të zyrtarizoj diçka që tashmë është realitet prej kohësh. Ai i bëri një shenjë avokates Diana, e cila u afrua me një zarf. Këto janë dokumente që të bëjnë ty, zyrtarisht, kujdestaren ligjore të Mikelit nëse diçka ndodh me mua. Ai do të jetë nën kujdesin tënd, nën mbrojtjen tënde, sepse e di që nuk ka askënd në botë që do ta donte dhe do të kujdesej për të më mirë se ti. Heshtja që pasoi u thye nga duartrokitjet e emocionuara të gjithë të pranishmëve. Tefta vuri duart në fytyrë, lotët tani duke rënë lirshëm. Fëmijët e saj e përqafuan, duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë. Edmondi u afrua dhe ia zgjati dokumentet. Nuk e meritoj këtë, zoti Edmond. Unë vetëm bëra atë që çdo njeri i ndershëm do të bënte, tha Tefta, zëri i saj i prekur. Jo, Tefta. Ti bëre atë që bëjnë njerëzit trima. Dhe për këtë, Mikeli dhe unë do të jemi përjetësisht mirënjohës. Mikeli, i pavetëdijshëm për seriozitetin e momentit, filloi të duartrokiste dhe të bërtiste i gëzuar, duke i bërë të gjithë të qeshnin. Festa vazhdoi me muzikë, ushqim, lojra dhe shumë gëzim. Dhe ndërsa vëzhgonte gjithçka nga një cep i kopshtit, Tefta mendoi se sa e paparashikueshme ishte jeta. Ajo që kishte ardhur në atë shtëpi më shumë se 30 vjet më parë si një pastruese e thjeshtë, tani konsiderohej pjesë thelbësore e asaj familjeje, kujdestare ligjore e trashëgimtarit të familjes gjata. Por më shumë se titujt apo dokumentet, ajo që kishte rëndësi për Teftën ishte buzëqeshja në fytyrën e Mikelit, mënyra se si ai vraponte drejt saj me krah të hapur duke bërtitur gjyshe tete, siç kishte filluar ta thërriste. Ishte përqafimi i Edmondit kur arrinte nga puna, respekti në sytë e fëmijëve të saj që shihnin tek ajo një shembull force dhe dinjiteti. Ishte të dinte se kishte bërë ndryshimin, se guximi i saj kishte shpëtuar një jetë dhe kishte transformuar shumë të tjera. Ndërsa dielli filloi të perëndonte duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe të arta, festa po i afrohej fundit. Fëmijët u larguan të lodhur por të lumtur, të rriturit u përshëndetën me përqafime të ngrohta, dhe pak nga pak vila po i kthehej heshtjes së saj të zakonshme. Por ishte një heshtje e mirë, paqësore, heshtja e një vendi ku nuk kishte më sekrete të errëta të fshehura, vetëm dashuri dhe mirënjohje. Edmondi e vuri Mikelin në gjumë, duke i kënduar me zë të ulët një ninull që Anila e këndonte shpesh. Djali fjeti shpejt, i raskapitur nga kaq shumë lojra dhe emocione.
Edmondi qëndroi aty për një moment të gjatë, vetëm duke vëzhguar të birin të flinte, I mahnitur me çdo detaj të asaj fytyre të përsosur. Kur zbriti përsëri në dhomën e ndenjes, gjeti Teftën duke rregulluar gjurmët e fundit të festës. Ai u afrua dhe ja hoqi butësisht tabakan nga duar. Mjaft punë për sot. Eja, të ulemi pak. Ata u ulën në divanin e dhomës së ndenjes, një heshtje e rehatshme mes tyre. Nga dritarja, shihnin dritat e qytetit që vezullonin në distancë, lëvizjen e vazhdueshme të Tiranës që nuk ndalej kurrë. E di, Tefta, kam kaluar shumë kohë duke menduar se suksesi matej me hotelet e ndërtuara, me parat në bank, me ndikimin dhe pushtetin, tha Edmondi duke thyer heshtjen. Por zbulova se isha plotësisht gabim. Suksesi I vërtet është të kesh dikë si ti pranë. Është të shohësh djalin tim të rritet I shëndetshëm. Është të mund të shikosh veten në pasqyrë dhe të dish se, në fund, ke bërë zgjedhjet e duhura. Tefta buzëqeshi, atë buzëqeshje të mençur të dikujt që ka jetuar shumë dhe ka mësuar akoma më shumë. Jeta ka një mënyrë për të na mësuar se çfarë ka vërtet rëndësi, zoti Edmond. Ndonjëherë në mënyrë të dhimbshme, është e vërtetë. Por gjithmonë ja vlen të mësosh mësimin. Gjithmonë me mençurinë tënde, Tefta. Gjithmonë duke më treguar rrugën e dur. Ajo qeshi me zë të ulët. Unë nuk kam asnjë mençuri. Kam vetëm përvojën e dikujt që ka vuajtur mjaft dhe ka mësuar se në fund të fundit, ajo që mbetet është dashuria që japim dhe marrim. Pjesa tjetër është thjesht detaj. Edmondi pohoi me kokë, I menduar. Qëndruan aty edhe disa minuta në heshtje shoqërore, dy të mbijetuar të një stuhje që mund të kishte shkatëruar gjithçka, por që në fund vetëm sa tregoi se nga çfarë ishin bërë. Kur Tefta më në fund u ngrit për të shkuar në dhomën e saj, Edmondi e thiri edhe një herë. Tefta? Faleminderit. Për gjithçka. Që nuk hoqe dorë kurrë, edhe kur ishte më e lehtë të heshtje. Që shpëtove djalin tim. Që më shpëtove edhe mua. Ajo u kthye, syt I shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Nuk ka nevojë të falenderoni, zoti Edmond. Ai djali atje lart është arsyeja e gjithçkaje. Dhe unë do ta bëja përsëri, 1000 herë po të ishte nevoja. Dhe me këtë, ajo ngjiti shkallët drejt dhomës së saj, duke e lënë Edmondin vetëm me mendimet e tij. Ai qëndroi aty edhe pak kohë, duke reflektuar mbi gjithçka që kishte ndodhur në 2 vitet e fundit. Humbjet, tradhtit, dhimbja, por edhe zbulimet, mësimet, dashuria që kishte lulëzuar nga hiri I tragjedisë. Atje lart, në dhomën e Mikelit, Tefta hyri në heshtje për t'i hedhur një sy të fundit djalit para se të flinte. Ai flinte thellë, I përqafuar me arushin prej pelushi që Marcela I kishte dhuruar. Tefta I rregulloi batanien, I puthi lehtë ballin dhe përshpëriti një lutje mirënjohjeje. Faleminderit, o Zot, që më dhe guxim kur kisha nevojë. Që e mbrojte këtë djalë. Që më tregove se mosha nuk ka rëndësi, se pozita shoqërore nuk ka rëndësi, se ajo që ka rëndësi është të kesh zemrën në vendin e duhur dhe guximin për të vepruar kur është e nevojshme. Ajo doli nga dhoma dhe shkoi në të sajen, ku më në fund ushtri në shtratin e rehatshëm që tani e quante të sajen. Para se të fikte dritën, shikoi nga dritarja yjet që shkëlqenin në qiellin e Tiranës, rrallë të dukshëm për shkak të ndotjes së dritës, por atë natë veçanërisht të ndritshëm. Dhe mendoi për Anilën, gruan e ëmbël që nuk pati mundësinë të shihte djalin e saj të rritej, por që në një farë mënyre, Tefta ishte e sigurt, ishte aty, duke e mbrojtur dhe bekuar atë djalë nga kudo që të ishte. Mendoi gjithashtu për të gjitha Teftat e botës, gratë e thjeshta që punojnë shumë, që rrisin fëmijët e tyre me dinitet, që edhe pa pushtet apo para kanë guximin të bëjnë ndryshimin kur është e nevojshme. Historia e vilës së familjes gjata mund të kishte përfunduar në tragjedi, një tjetër histori e trisht lakmie dhe mizorie. Por nuk përfundoi kështu. Përfundoi me dashuri, me drejtësi, me një familje që u rindërtua nga rënojat dhe u bë më e fortë se kurrë. Përfundoi me Mikelin që flinte I qetë, I mbrojtur nga një baba që mësoi rëndësinë e vërtetë të qenit I pranishëm, dhe nga një grua që dëshmoi se heronjtë më të pamundur janë shpesh më të vërtetët. Dhe kështu, ndërsa nata mbulonte Tiranën me mantelin e saj të yjeve dhe dritave, vila në blok pushonte në paqe. Nuk kishte më hije të fshehura, nuk kishte më sekrete të rrezikshme. Vetëm një familje, e bashkuar jo nga gjaku por nga dashuria dhe mirënjohja, duke fjetur e qetë duke ditur se e nesërmja do të sillte sfida të reja, por se së bashku, gjithmonë së bashku, do të arrinin të kapërcenin çdo gjë.
Sepse në fund, siç thoshte gjithmonë Tefta, dashuria e vërtet dhe guximi për të bërë gjën e duhur janë të vetmet gjëra që kanë vërtet rëndësi në këtë jetë. Dhe ata i kishin të dyja me bollë.